Lëvizja vetëvendosje ka një histori vetëm 12 vjeçare, pjesëmarrje në zgjedhjet lokale. Por këto vite kanë dëshmuar rritje të pandalshme dhe të vazhdueshme. Në vitin 2013, për herë të parë garuam në zgjedhjet lokale dhe fituam kryeqytetin Prishtinën. Në vitin 2017, e rifituam Prishtinën dhe shtuam Prizrenin e Kamenicën. Në vitin 2021, shkuam në balotazh në 12 komuna dhe fituam Gjilanin, Kamenicën, Podujevën dhe Shtimen. Pas dorëheqjeve të kryetarëve në veri në nëntor të vitit 2022, në zgjedhjet e jashtëzakonshme në 4 komunat në veri, fituam gjithashtu edhe Mitrovicën e Veriut dhe Leposaviqin në pranverën e vitit 2023. Në zgjedhjet e mbajtura dje, sipas rezultateve preliminare, vetëvendosja ka fituar pa balotazh në Podujev, Kamenicë dhe Shtime. Me votat nga diaspora, mund të dalë që e kemi fituar edhe Gjilanin pa balotazh, që i bie në 4 komunat ku kemi qeverisur në këto 4 vitet e fundit, po vazhdojmë pa balotazh. Ndërkaq jemi në balotazh në 12 nga 17 komuna sa kanë shkuar gjithsej në balotazh nëse e përfshim edhe Gjilanin aty. Të vetmet komuna ku lëvizja vetëvendosje nuk është në balotazh janë Klokoti, Sharri, Juniku, Klina dhe Theranda. Natyrisht, këto janë rezultate preliminare dhe pritet ende, dhe pritet ende numrimi i votave të diasporës dhe i votave me kusht. Mirë po, këto rezultate tregojnë qartë se lëvizja jonë, jo vetëm që e ka ruajtur rritjen nga cikli në ciklin tjetër zgjedhor, por është ngritur si forca kryesore politike në Republikën e Kosovës edhe në nivelin lokal. Kjo është dhurata më e çmueshme, urimi më i mirë që kemi marrë nga populli i Kosovës në këtë 20 vjetor të lëvizjes vetëvendosje si vjet.